Ndodhet mbi lumin Drini i Bardh dhe ka 300 vjet që mulliri i familjes Bërdyna mban të hapura dyert për të bluar drithëra të ndryshme. Izet Bërdyna është njëri nga trashëgimtarët që punon sa herë që dikush kërkon që drithërat t'i kthejnë në miell. Ky mulli ka karakteristikat e veta, është në funksion me 4 gur, është në dispozicion si verë si dimen ka ujë boll për më blu, është në dispozicion blum të gjitha llojet e misrit, si që gruni, thekna, elbi, misri, kuq i bardh, edhe llojt hibritave blujm, tamam gjithë çka i përket drithave të gjitha i blujmë. Jën arkat nalt që mushet i nxon diku 100 kg. 100 kg varet edhe krejt si o misri i terun. 100 kg diku në 2 orë, 2 orë e gjys i blun mrena 2 orëve. Edhe kjo arka me këtë që e ka këtu në funksion, e ka çakallën që e bën dridhen e misrit, mëra këtu ka dalë, edhe në funksion janë 2 gur. Njëni gur është i poshtëm i pa lëvizshëm, ky në altë është i lëvizshëm. Ka boshtin që vjen direkt në këta me flutur atje, që e sjell ujt, me atë lugun për mrapa që është atje me ujë. Lugu gjatësia atina është dikun 7 metra, me ramje 3 metra, në altësinë ka fuqi vallë për me sjellë. Rrotullimi i gujit në minutë i ka 85 minutë 85 rrotullime. Për shkak të pozicës gjeografike që ka lagja dhe kjo anë e Kosovës, falë burimit Drinit, janë ndërtuar në kornat të vjetra. Flitet që mullini është dikon 300 vjeçar, nuk mund të them sigurt se nuk jam shumë i historian ose që mbaj mend datat, po në këtë pjesë kanë qenë 4 mulli. Një më lartë që ka prish koha, i familjes Sadria janë e Tradafsit, ndërsa 3 kanë qenë të familjes Bërdynaj. Ky me 4 gur, tjetër janë e për të ka qenë edhe 2 tjerë me nga 3 gur, cilët me ndryshimin e kohës dhe me humbjen e interesimit pastaj nuk ekzistojnë, ndërsa ky funksionon normal që pejse është themelu. Dikur pritej në rand për të bluar drithëra dhe familja Bërdyna i akomodonte të gjithë mushterin, sepse mulliri ofronte edhe dhoma gjume. Ka pas mungesë ujë, ku ka qenë thatë, verat e thata, njerëz kanë ardhur prej gjithanëve të Kosovës, kanë blu këtu, me që ka qenë konkurent, ka dashur më prit se ka pas lëvizje më të mëdha, megjithatë familja i ka strehu këtu, kanë flejt, kanë prit radhën, kafsht edhe janë sistemu, i kanë qitë kullosa me kafsht tonë atjera derisa kanë kry punë dhe kanë shku për shtëpijat të tyre. Vizitorët sot ndahen në konsumator dhe të interesuar për mullirin e vjetër. Turist ka përveç që vinë për nevojat të tyre, për me marrë miell llojeve të ndryshme, drithit të ndryshëm, vinë edhe për ta vizitu, se kanë dëgju për trashëgimin, për lashtësinë, për funksionin që e ka kryer tjera. Ne kemi qenë familje madhe, unë familjen 90 antarëshe që flitet nuk e kom rri, po pjesën tjetër 60 antarëshe e kom rri si fëmijë. Ne kemi qenë familje madhe, përveç mullirit, ka qenë edhe sharra, këtu gjithashtu me ramje lirë me ujë që ka vunë funksion sharën, ku edhe kemi pas edhe pjesën e zdrugtharisë, mi Gjahen baba i Zetit, ka qenë mjeshtër i zdrugtharisë, i kemi pas këtu veglat ato të zgjahat përveç sharës për drasa, që ka punu mi gjatë dyre dritare e tjera.
Objekti është në listën e trashëgimisë kulturore, por nga shteti u restaurua vetëm një herë, dhe sipas familjarëve, kjo nuk u bë si duhej. Mullirin kërkon një mirëmbajtje, ka qenë një restaurim prej Institutit Rujtjes Monumenteve, edhe pse jo nështë në nivelin që kërkohet, po besojmë e shpresojmë që do t'interesohemi ne, për shkak se është një shaj, një diçka që kemi jetu prej ti dhe ja vlen të mirëmbartën. E kom nisrin tem që kom mjëll, e bluj, e siti, edhe e bëj 5 kila, 10 kila, ose 1 kilogram, si që lyp pronari që vjen me ble, ashtu ja bëj, edhe kom shitje të mirë, po kjo është punë që më varet edhe krejt si bin me blu, po për ditë lume ka dikun në ditje 300 kila, 400, 150, 100 varet krejt që shvin me blu. Ajo mbytje. Tash, këta që e bin me blu, ajo merret me përqindje. Nëse i ka 100 kg, 10 kg i merret. Ajo është 10-100 pesë, ekziston mollini në qatë tarif është 10 kg, e më varet krejt sa kilogram i bjen. Nëse i bin ka 10 kg me këto, s'ja marrë heq, nuk s'ka çka në 10 kg e poshtë, nuk marrë kur gjënta. Për mullinët e dikurshëm nuk e ndotin ambientin e as lumin ku furnizoheshin tonë ekspertët. Mullinët e ujit, do më thonë që punojnë me energji ujore, kanë rëndësi shumë të madhe. Rëndësia atyre dhe përparësia atyre është shumë llojshme. E para se shfrytëzojnë burime natyrore ujin dhe as pak nuk hu pas në sasi edhe nuk e kontaminojnë ujin. Pra edhe cilësia dhe sasia ruhet. E dyta, përdorimi apo ndërtimi dhe ruajtja i mullive të ujit ka rëndësi të madhe se i takon literalisht ekonomisë gjelbërt. Pra, shfrytëzon burimet natyrore me një anë, me energji alternative, në anën tjetër kontribon në ekonomi, bujqësi, në vende pune, kurse në anën tjetër nuk e kontaminon fare natyrën. Shërbimet në mulli janë pa pagesë, por ata që bluajnë 100 kg duhet të dhurojnë për familjen Bordyna 10% të sasisë. Shikues të dashur, për më shumë video si kjo, regjistrohuni në kanalin e Koha Vizionit në YouTube.